Mirëmëngjes nga unë dhe nga bufi im I bukur. Spari një lajmërim, informacion, si doni, procedura për mbylljen e TikTokut ka përfunduar për telefonat smart dhe nga ana tjetër dua që të gjitha dinë se mënyra për t'ju shmangur bllokimit duke përdorur të ashtu quajturat VPN falas është shumë e rrezikshme, pasi dihet botërisht se përmes VPN-ve falas hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Keni parasysh këtë gjë dhe duroni pa TikTok ca kohë deri kur të përfundojmë edhe programin e përbashkët me kompaninë TikTok, e cila së shpejti do të vijë në Shqipëri dhe do të paraqisë planin e rritjes së sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët në mënyrë që të gjithë jemi të lumtur, edhe kompania, edhe prindrit, edhe fëmijët, edhe mësuesit, edhe ne. Në ndërkohë, po e nis me Lutfiun. Lutfiu më shkruan se PRZ për Zotin, domethënë me këto shkurtimet. Je njishi për Mexhlis, por personalisht jam I zhgënjur. Sinqerisht më ngjall shpresë në 2013 që mund të bëje shtetin juridik, por më zhgënjeve. Tani Lutfi, ti e ke seriozisht, por nëse ka një betejë madhore të përditshme, më e vështira nga të tëra, se po mos ishte më e vështira do e kishim bërë tjerët më përpara. Që askush më përpara nuk e ka marrë përsipër, është pikërisht betejë për drejtësinë. Dhe nëse ka sot një moment në historinë tonë ku faktikisht barazia para ligjit po synohet jo me llafe, po me vepra, është ky moment. Dhe ky moment ka ardhur si rezultat I kësaj betejë. Sepse qysh prej 1912-s, kur Shqipëria u pavarësua nga Perandoria dhe krijoi shtetin e vet të pavarur dhe qeverinë e vet të parë, deri kur ne bëm reformën drejtësi, shpata e ndëshkimit që në një vend normal, në një vend me barazi para ligjit, është në dorën e zonjës drejtësi, ishte në këtë zyrë. E kishin trashëguar njëri pas tjetrit të gjithë të parët e kësaj pune, qofshin në mbretëri, qofshin në diktaturë, qofshin në demokraturë, dhe ajo shpat edhe në kohën e lirisë, pas rënies komunizmit, goditi me urdhër nga këtu, nga maja e piramidës, kryetarin e opozitës, Fatos Nano, I cili është dhe I burgosuri I fundit politik në historinë e Shqipërisë. Kështu që Lutfi, lufta për drejtësi dhe për shtet të drejtës nuk është një luftë e thjeshtë, është një luftë shumë e vështirë dhe nuk është një luftë e shkurtër, është një luftë e gjatë. Por ama kthesa është e dukshme, është e prekshme, është konkrete dhe është po ashtu e vlerësuar lart edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga familja e madhe të cilës ne duam t'i bashkohemi dhe me cilën nuk bashkohemi dot nëse nuk tregojmë se kemi barazi para ligjit. Kjo është bëma më e madhe dhe më historike e Partisë Socialiste të Shqipërisë, e forcës që qeverisë vendin
pikërisht prej 2013, siç e thua edhe ti, dhe që udhëhiqet nga unë me vendosmërinë më të madhe që drejtësia të bëjë drejtësi dhe që ky proces që ka filluar të mos kthehet mbrapa. Prandaj unë kam ngul lutfi. Në 11 maj duhet të votosh me patjetër Partinë Socialiste dhe mua dhe pastaj në listë cilin do që dëshiron, ke edhe një preferencë. Duhet votosh me patjetër për arsyen qoftë të vetme që barazia para ligjit të mos vihet më në diskutim dhe që çfarë është nisur të mos përmbyset e të mos kthehemi prap aty ku ishim, në llumin e një drejtësie pazargjish, e një drejtësie që vetëm drejtësi nuk ishte dhe vetëm drejtësi nuk bënte. Dhe pse do thuash ti, ne duke votuar për Partinë Socialiste do ta garantojmë të gjë. Pikërisht sepse duke votuar për Partinë Socialiste në 11 maj, edhe pa qenë socialist fare, po thjesht për ta përdorur Partinë Socialiste si një mjet për të arritur një qëllim shumë të madh, që është futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ne do futemi në Bashkimin Evropian. Çdo adresë tjetër nuk të çon në Bashkimin Evropian, të çon mbrapa. Ky është fakti i thjesht fare. Dhe këtë gjë po përpiqem të shpjegoj për ditë. Kuptove lutfi. Kështu që mos u zhgënje, ki besim, shiko gotën gjysmë plot, mos shiko gotën gjysmë bosh. Unë e kuptoj që ka akoma gjëra që janë problem, dhe unë e kuptoj edhe që kjo drejtësia e re ka lajthiti dhe veta, por është krejt normale. Rëndësi ka që drejtimi është i duhur, që kthesa po ndodh dhe që vullneti është i plot, qoftë nga ana e institucionet të reja drejtësisë, qoftë nga ana jonë në mbështetje të plot të tyre. Arsim Moshi, zotëri kryeministër, lëreni atë malsorin, kë malsor ka fjalën. Po a jeni mërzitur, ndoshta pra të lavutarin, po, që dolën fotografi. A jeni mërzitur se diku miku ju i dashur dhe çetniku Dodik? Po të ikin miq, dal nga dal e duhet të mbash pak zi. Ja është një pjesë e juaja atje në Kosovë që siç themi ne këtej nga anët tona nuk mbush. Nuk mbush, kështu që nuk kam fare çfarë i bëj. Dhe nuk jam fare i keqardhur, sepse është e kotë ti për të përpiqesh ti bindesh. Por është një pjesë që nuk është shumica. Edhe fatkeqësisht ekziston, por edhe fatmirësisht ekziston, se shqyqyr nuk mendojnë gjithë njësoj, liri, demokraci, çdo njeri ka mendim në vetë, po ti Arsim, që se ke edhe emrin provokativ shumë, edhe quhesh Arsim, edhe flet si Parsim, duhet ta dish që e gjithë kjo historia e miqve të mi çetnik është një budallëk me brirë, edhe thjesht të bën ty dhe cilin do që mendon e komendon si ty shumë qesharak. Tove, Arsim, kisha shlesh dritë. Ti ja din këti populli votat ja u more me autoblinda, unë me autoblinda votat kur ka ndodhë kjo, mos më ngatron. Dhe tokën jeta e u marrë me dajak ta lumsha, tokën më ngatron, me siguri më ngatron. Veç Zoti inshallah të dhimbt e merret me ty, se tjetër kush s'ka qatë ba. Unë ke vënë dhe një emër që s'ka mas qatë tem, se ke vënë emrin Kish,
një sugjerim kam, shko tek prifti Rrëfeu, merr bekimet e tij, mundohu të pastrohesh, luti Zotit të ndriçoj rrugën, se pas ke hub krejt. 12 vjet kem pushtet dhe akoma justifikohesh. Unë nuk justifikohem fare për asgjë, pse për çfarë justifikova. Ishim vendi më i varfër dhe prapë ashtu jemi, çmimet i kemë të shtrenjta se në Zvicër. Pagat janë më të ultat ashtu siç ishin. Zot. Po çfarë të them unë ty? Të them që kur ne morëm detyrën pagën mesatare në sektorin publik, pra në punë shteti, kishim 372 euro, edhe që sot, vitin 2024, e mbyllën me 1.000 euro pagën mesatare, Instati, referoju Instatit. Pra, kemi bërë një rritje shumë qartë, po të them që pagën mesatare të përgjithshme, pra atë të kombinuar në sektor publik, sektor privat, e kishim 322 dhe kemi sot 830 euro. 830 euro është paga mesatare sot në Shqipëri e përgjithshme. Ajo në sektorin publik është 1.000 euro, si që e ka njësoj. Po paga minimale e kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro. Ndërkohë që shumica e kompanive, shumica e bizneseve e kanë shumë të lartë pagën minimale sot. Çfarë të them? Kush nuk do të dëgjojë, nuk dëgjon, është më shurt se sa ai që realisht ka probleme me dëgjimin. Kush nuk do të shikojë është më i verbër se sa ai që ka probleme me shikimin. Dihet kjo. Mentori, po pse në prag të votimeve bajni punë, po harroni se fitoni noc rrokun do merrni. Mirë, mentor, dakord. Do ta shohim në 11 maj se çfarë do të vendos populli në fund e vendos. Kam frikë se do zhgënjehesh se po bën tifozin, ndërkohë që duhet bësh njeriu i interesuar për të marrë atë që takon nga 11 maj. Dhe ajo që takon nga 11 maj është të investosh për pasaportën europiane të Shqipërisë dhe ta marrësh atë pasaportë, mendoj unë. Tifozlikun ke kohë ta bësh, po atë pasaportën merre, mos e lër. I dashur mentor. Dhe atë pasaportë ta jep vetëm ky që po të flet bashkë me atë partinë që është aty te kutia numër 5. 5. Nëse Shkodra ka turizëm, e ka nga natyra dhe jo nga bashkia. Po mirë, natyrën e kishte Shkodra përpara se sa të ndronte drejtim bashkia, apo nuk e kishte? Liçenin e kishte Shkodra, apo nuk e kishte? Po bunën e kishte, apo nuk e kishte? Po kalan e kishte, apo nuk e kishte? Çfarë nuk kishte Shkodra nga natyra që i ka sot? Të gjitha e kishte. Po pse numri i turistëve rrit në mënyrë të jashtëzakonshme, pikërisht qysh se Benet Beci mori drejtimin e bashkisë Shkodër? Si e shpjegon ti këtë? Apo me që e fitum në Shkodrën, edhe natyra filloi të buzëqesh? Ka mundësi. Po çfarë është kjo mohabet? Për të gjitha ndryshimet e jashtëzakonshme që kemi sjell, i ka sjell koha, i ka sjell natyra,
Po mirë, po pse nuk e pranoni një gjë shumë thjeshtë, që kur Shkodrën e kishte partia jote, se dukesh qartë se ke edhe në profil qartë Vulën, Shkodra ishte katastrofë. Po unë ndjen Shkodër jam Lemeris, vajtat shof kantierin e shkollës Ndre Mjeda në mes qytetit, shkolla Ndre Mjeda, me një trup mësuesish e nxënësish që është shumë e mirë. Janë nxënës që fitojnë konkurse ndërkombëtare, fitojnë konkurse kombëtare. Po ishte pabesueshme që ajo shkollë ekziston akoma në Shqipëri në mes të qytetit, ishte pabesueshme, nuk kanë qytete të tjera shkollësje. Ishte e mbaruar komplet, si kanë ndejt aty njerëzit, si kanë ndejt aty fëmijët, si. Edhe më tregon mu e bëri natyra, e solli koha. Jo, nuk e solli koha. Nuk e solli koha ndryshimin Shkodër, e solli Benet Beci në Partinë Socialiste. Fute mirë në kokë këtë gjë. Ti e di, po bën sikur se di. Se kështu ta do partia. Lëre marat parti, lëre. Lëre atë parti se ajo parti të bën edhe qesharak. E kupton? Shife se çfarë të detyron të flasësh. Të detyron të flasësh marrina. Ram pas ke lindur me këmish, të gjithë spionët, tradhtarët, gënjeshtarët, i ke kundërshtar, ecë përpara. Tajar Osmanaj. Emër Tajar. Këmisha është si t'ja presësh vetes. Bravo, bravo, gjumë popullin këtë muaj që ka ngel para zgjedhjeve, se ne harrojmë hallet kur afron fushata, barkun plot, mirëqenia lart fare, se di po si na duken politikanët. Sa të pështirë, më burë që ndrojnë i popullit pas gjithë mandatin, po ti kur më ke parë mua që në 12 vjetë nuk i kam qëndruar popullit mbrapa, kur? Po ja ku i ke se e ke këtu e ke, këtu ku më shef, e ke gjithë historikun e qëndrimit tim me popullin para mbrapa. Hape, shife. Asgjë ndryshe nuk po bëj unë tashti që është fushatë. Asnjë gjë. Zero. Asgjë ndryshe. Fare. Të njëjtën gjë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, po pse flisnim kështu? Ç'është kjo më bë? Ulet çmimin për metër katror në Tiranë. Po si e ulun çmimin për metër katror në Tiranë, ku çmimi për metër katror në Tiranë, në gjithë botën e lirë është çmim tregu, më zotni, si e ulun çmimin. Ndërkohë që po, ne kemi e disa shtëpi, sa apartamente kemi ndërtu nga e para, kemi rindërtu apo kemi rigjeneru. E disa dyër janë hapur dhe familjet kanë hyrë në shtëpi o të reja fare, o të rindërtume, pra të riparume, ose të rigjeneruara me sistem kursimi energjetik e tjerë disa. 35.000, e beson do të ti? 35.000 dyër janë hapur. 35.000 qelsa janë rrotullu, por të hyni një shtëpi ku me shpenzimet e shtetit kanë përfituar familjet. Dhe kemi një program për 50.000 dyër deri në 2030, që ta dish. Përsëri, krejt të reja, të riparuara apo të rigjeneruara me gjithë sistemin e eficiencës energjetike, pra me konsum energjetik shumë më të ulët. Vazhdo me patronazhistët ti. Dikur njëri tha, ore këta nuk janë socialistë, janë specialistë, që do me thonë nuk e kanë mendjet e popullit, por si ta maksimizojnë votën me hile, po mendoj se ka drejtë e lodhur, shumë e vjetër, shumë. Sa e lodhur është kjo shprehje. Pse se pyet veten njëherë pse, ke hyrë në majt piramidës, ke harruar vuajtjet e tua si qytetare, ke bërë akoma më të vështirë jetën, përpiqet kujtohesh.
Unë zgjuar jam para teje dhe mbas teje, që na dish, se kështu ma do puna. Tani unë nuk di që të them, unë di faktet dhe unë di ku është Shqipëria sot, edhe ku e shofin të tjerët Shqipërinë sot. Ata që nuk duan, s'kam për ta parë. Kush nuk do të shofi e përsëris është më i verbër se ai që ka probleme me shikimin. Kush nuk do të dëgjoj është më i shurdhët se ai që ka probleme me dëgjimin. Sa mandate vetëm se mësët patronazhistëve po lexon pajs zotin, po këtu nuk unë po kërkoj dhe po lexoj vetëm kush thot fjalën e fundit e kush thot fjalët më të hirta si SMS patronazhist. Po patronazhistët nuk bëjnë njerë SMS. Patronazhistët nuk janë këtu fare. Patronazhistët janë duke të gjymut ty nga mbrapa se ku je. Janë duke kuptu se ku je ti. Nuk e kanë fare patronazhistët detyrë të rrinë këtu e të bëjnë SMS-ra, e kupton? Patronazhistët janë në punë, janë në teren. Qa do të them? Po me Lulin kur e keni lënë për foto se pyet një shoku im në diasporë. E do me kështu autograf të përbashkët shoku në diasporë. Për foto nuk e di se fizikisht nuk puqemi, po zemrën e kemi të lidhur. Jemi të lidhur me zemrën, kurse kështu fizikisht nuk puqemi me njëri tjetër. Po vetëm se nuk jemi larg syve, larg zemrës. Jemi larg syve edhe syt në zemër. Po në Iraklio kur do vish është kryeqyteti i Kretës, në datën 29 jam në Kretë. Takimin e kanë caktuar në Hania. Nuk e di fare ku është, po kështu më kanë thënë dhe kështu edhe nuk e dia shqiptova tamam madje, dhe kështu do bëj. Do vi atje ku më kanë caktuar. O shoku, po ku e keti gjithë këtë besim se do futemi në BE? Kjo është pyetje me vend dhe pyetje shumë e mirë. E kam gjithë këtë besim sepse për këtë më keni zgjedhur dhe për këtë më paguani që të di arsyet pse e kam besimin. Dhe arsyet pse e kam këtë besim janë ato që mund t'i shohësh edhe ti. Është një situatë e re për Europën. Europa kërkon të zgjerohet. Dhe duhet t'i kesh dëgjuar, nëse si ke dëgjuar, dëgjoj që me vetë gojën e komisionerës së zgjerimit, që ishte edhe këtu në Shqipëri, Europa thot, deri në 2027 duam të mbyllim negociatat me Shqipërinë. Kjo nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Negociata 3 vjet nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Malizi, me cilin ne jemi krah për krah, ka që në 2012 që i ka hapur negociatat. Dhe nuk ka hyrë akoma dhe ne e kemi arritur dhe jemi krah për krah. Dhe ideja është që Shqipëria dhe Malizi të hynë në Bashkimin Evropian. Serbia që i ka hapur negociatat në 2014 është mbrapa nesh tani. Nuk ka shans që të hyjë me këtë mundësinë e parë. Tek mundësia e parë jemi ne dhe Malizi. Në 11 maj ne e ndajmë të punë. Nëse ka një votë plebiscitare për të hyrë në Europë, do të jetë shumë më e lehtë për ne. Këtë di t'ju them unë juve. Dhe ne mbarojmë negociatën në 2027. Dhe duhet të vrapojmë, nuk duhet të ndalemi asnjë sekondë, dhe jo më të luhatemi nga do t'i bim. Majt asa djathtë, jo më do t'i bim drejt. Dhe prandaj je i majt, je i djathtë, bjeri drejt, shko drejt, te fleta votimit e ke drejt, mund mese ke numrin 5, Partinë Socialiste, Edi Rama dhe gjithë kandidatët atje, vëre shënimin te numri 5, vëre dhe një shënim te cila do nga kandidatët, ose nëse s'do asnjë puna jote, por ama tek 5-a, vërë shënimin dhe jemi rregull. Jemi rregull dhe pastaj detyrimi jonë dhe imi është të t'japim pasaportën e BE-s, Shqipërisë dhe ty. Pse nuk e ngre rrogën mesatare? Për 12 vjet asgjë nuk e bë për popullin. Shif Greqinë e mëso. Unë të shoh Greqinë të mësoj, për 12 vjet asgjë, po ja thash dhe më përpara. Paga mesatare. Në
sektori publik ka qenë 372 euro kur ka marrë detyrë. Sot është 1000 euro në sektori publik. Në sektorin e përgjithshëm, bashkimi i privates me publiken, ka qenë 322 euro, sot është 830 euro. Si nuk është ngrit? Është ngrit që të shkeme atë punë. Si nuk është ngrit? 2 fishe gjys, si nuk që ka ngrit? Qa ti shoh Greqisë? Nuk e shoh fare Greqinë unë, përkundrazi, Greqinë shive ti edhe kupto që Greqia ka një avantazh ndaj nesh, siç kanë gjithë vendet e Bashkimit Evropian që ka një buxhet ekstra. Prandaj duhet futemi në BE. Prandaj duhen lënë pralla dhe duhet futur në BE, që të kemi dhe ne një buxhet ekstra. Atëherë, Dymdhjetë vjetë në pushtet s'keni bërë një tren, ne nuk bëjmë trena, ne bëjmë hekurudha. Dhe hekurudha Tiranë-Durrës është drejt përfundimit, ndërkohë që janë një sër projekte tjera që janë pjesë e mandatit 4, sepse gjërat bëhen me radhë. Ne nuk kishim, o zotri, a ju kujtohet si ka qenë rruga nga aeroporti në Tiranë, apo e keni harru? Ore nga aeroporti në Tiranë, a e mbani mend si ka qenë rruga nga aeroporti në Tiranë? Por ne nuk kishim rrugë për të shkuar në aeroport. Çfarë më diskutoni tani? Hekurudha. Ne s'kishim rrugë të shkojmë në aeroport, ne kishim buxhetin grop. Kompanit ishin rrinin me i këmbë si gjysmagjela, sepse nuk i kishte paguar më qeveria për kontrata. 100 miliona euro borxhe. Çfarë po më thu tani nuk bëti tren? Ne, hekurudhat i kemi nisur. Edhe do t'i bëjmë, sepse kemi marrë edhe financime nga Europa, nga bankat europiane për këtë punë. Por du të futemi në Bashkimin Evropian, zotri. Du të futemi në Bashkimin Evropian që të kemi një buxhet ekstra. 1 miliard e ca kemi marrë ne nga BE-ja mbështetje në këto vite, 90% kredi. Nëse futemi BE kemi 1 miliard çdo vit dhe është 90% grant, jo kredi. Pra, granti është para që janë për ty dhe nuk ke asnjë borxh që ti kthesh. Kuptove? Çfarë të mbështesin? Llumin që i shkaktohet Shqipërisë në 12 vjet apo turizmin cop. Ju duhet ikni të mos ktheheni për 50 vjet. Po, më fal, po, ti ku jeton? Se dakord, ku jeton? Domethënë llumi shkaktohet Shqipërisë të 12 vjet. Para 12 vjetësh Shqipëria ishte e kulluar. Turizmi cop këto 12 vjet, por para nuk e di. Kjo është. Kush nuk do të shikoj, është më i verbër se ai që ka probleme me shikimin. Kush nuk do të dëgjoj, është më i shurdhët se ai që ka probleme me dëgjimin. Kjo është. Kur do e sillin në Shqipëri të fillojnë njerëzit të investojnë, se me siguri duhet të jemi të fundit. Po pse duhet të jemi të fundit për shembull, apo se kështu e do ti. Do të jemi të fundit për investime në të gjithë Europën. Jo, më nuk jemi të fundit fare. Në përqindje në raport me veten dhe në raport me të tjerë, nuk jemi fare të fundit që ta dish. S'kan asnjë lloj programi, koha për t'i treguar vendin, Ardiani, s'kan asnjë lloj programi. S'kemi asnjë lloj programi këtu Ardian? Po mirë, futja në Bashkimin Evropian, për shembull, ty nuk të duket program fare, po ti mendon se në Bashkimin Evropian futesh pa pas program për çdo fush, me objektiva, për çdo fush, të merr Bashkimi Evropian sepse i thu që zgjidhni mes meje dhe bufit kënetës? Jo, Mardia, jo. Përkundrazi. Megjithatë, edhe më e bukur është që ju që thoni s'ka program, juve kur ne flasim për program, nuk e shifni hiç, nuk e dëgjoni hiç. Si do ri më këmbë një ekonomi shqiptare që po shkon poshtë e më poshtë. Po,
Tani, unë mendoj që nëse ekonomia shqiptare do ishte duke shku poshtë e më poshtë, rrogat nuk do shkonin lart e më lart, punësimi nuk do shkonte lart e më lart, vlerësimet e institucioneve ndërkombëtare nuk do shkonin lart e më lart, Bashkimi Evropian nuk do të na i rriste shanset lart e më lart për të hyrë në Europë, mendoj unë. Por, natyrisht, ti mendon ndryshe sepse i përket një kampi tjetër, siç edhe e thu shumë qartë në mesazhin tënd, një kampi ku jetohet mes kënetës edhe ku praktikisht fjalë e vërtet merret aroma edhe mendja pa mendje e kënetës. Ky është problemi. Okej. Besoj që jemi në kohë. Besoj që jemi në kohë dhe shpresoj shumë që të jemi kuptuar në ato pika që thash, për përsëris dhe njëherë, TikToku në smartphone është mbyllur, e kam informacion dhe e kam edhe si këshill, sugjerim për gjithë ata që do të dëgjojnë fjalën VPN falas, mos i hyni asaj rrugës, sepse VPN falas janë hapja e shtegut për të humbur të dhënat që keni në telefon, sepse hakerat janë aty gati t'ja u glëbërojnë të dhënat e telefonit. Dhe i them të gjithë prindërve, kujdes me telefonat, sepse nëse fëmijët ju fusin VPN në telefon, ju morën në qafë. Kujdes me telefonat, TikToku me VPN është hapja rrugës për hakerim. Okej? Falas dhe pastaj është një dardhë që e ka bishtin mbrapa shumë të madh, shumë të gjatë. Faleminderit. Numrin 5 edhe mirë se të shihemi.